Shumë hapë të shkolla e tunës. Hej, zotri! Atje në tuna! Jo! Queen! Hej, Fabiandus! Atje në tuna! Zot! Ki kujtes, more voglush! Ki kujtes, more shejtani vogël! Ej, zoti wine bottle! Eja poshtë në moj! Prit të marroj pak, dakord. Më falë për... Ej, s'po vëm kështu më idiot! Hej, ti! Mam qitë shmandur! Kujdes, përbëm! Tuna! Valmonci dishin të zotët të gjenin plot pesht për të peshkuar. E drejt. Mendoj se të gjithë jemi dakord që edhe pse është nga trestori vogël, sot të gjithë ishim krenar për ta. Mos të rritet mandja. Angdu, pse bësh kaq e keqe me burin të ardhshëm? Gjysi? Po ti, përse nuk po fle? Kësaj herë që do shkosh të shesësh peshk, mund të vi dhe unë me ty? Gjysh, ta siguroj se doja dal mban. Jo, je akoma shumë i rriti. Gjysh, je shumë i keq sot, mund t'ja dal mban. Gjysh, vërtet mundem. Më duket se fola shumë qartë për grush, apo jo? Ti gjithmonë ashtu thua, jo. E po mjaft tani. Ja, merre këtë. Po këtë çfarë është gjyshi? Ky është për mua? Wow!
Ka që i kënaqur qënde. A e di që është një çekiç i vogël, prandaj ki kujdes me të. Sigurisht. Po ku është varësia jote, gjyshi? Është vonë. Si thua, sikur ta mbyllim me kaq për sot? Dakord. Çfarë po bën ashtu? Një goditje të vogël këtu, një të vogël atje. Ha? Ej, ti luajtu nga mand, Boglush! Ta tregoj unë ty. Merë edhe një të qartë këtu. Hej, ishte kënaqësi të lozje me ty. Do që të luftosh, për mua nuk ka problem fare. Tani po që jam me të lasë të mëdha. Një u biciklet! Fantastike! Mongçi! Oh, jo! Qëlloj atë biciklet! Çfarë po bëni? Çfarë po bëni aty? Gjysh! O, zot, gjysh! Çfarë ndodhi? Mongçi.
Si ndihesh? Je mirë tani voglushe? Ku janë kështu? E ku mendon se je? Janë në ishullin tonë. Të kujtohet? Isha unë që të shpëtova. Oh, po, më kujtohet, ti më shpëtove jetën. Faleminderit. Faleminderit që më shpëtove jetën. Momçi! Pite gojën të ndi idiote! Mjaft tani. Mund të na tregosh gjithë historinë tënde se çfarë të ndodhi? Jam Poplar, princesha e perandorisë së Xhemjes. Filloi kur po përpiqeshim të mbyllim një marrëveshje e paqe me perandorinë e Akrës. Kishim shpresa të mëdha që më në fund të bashkonim dy kombet në paqe për një bashkëjetesë. Baba im, mbreti i perandorisë së Xhemjes dhe generali Muskan po udhëtonin së bashku. Në mes të udhëtimit, ata arritën rebelët, por Muskan nuk po vepronte më vetëm. Kryeministri Munk e shkeli marrëveshjen dhe i tha urdhër generalit Muskan të vriste rebelët. U mundova t'i shpëtoja, por ata më sulmuan. Gjithçka erdhi pa paralajmërim, kështu krejt pa pritur. Edhe në një mënyrë shumë të tmerrshme. Ishte një pabesi. Munk? Mos thej gjë Munk? Se e nje kryeministrin Munk? Zoti Long, të lutem, mund ta qosh princeshën në vendin e saj sapo të qërohet? Po, çfarë? Duhet të shkoj në perandorinë e Akrës. Të lutem, unë duhet patjetër. Më vjen keq, po nuk mund të bëj dot asgjë. Shpresoj që gjyshim të mund të ndihmoj. Po, ke të drejtë. Sigurisht që ai nuk po sillet si zakonisht. Mos thej gjë që avioni Poplar është qelluar. Po, Je i sigurt që ajo vdiq? mendoj se po. Më lër të shpjegohem. Kishim dy avion luftues jashtë dhe që të dy kanë humbur. Komunikimi ndërmjet tyre u shkëput dhe kështu që Më vjen keq. Nuk do të toleroj më asnjë dështim as nga ty, as nga ndonjë tjetër. Të lutem më falim, zot, është i gjithë i fajim. Princesha është akoma gjallë. Çfarë that? Dua të më sillni princeshën. Si urdhron? Jepi, duhet ta mësoj. Kjo nuk është fare e drejtë. Nuk e shikon që jam i rritur tani. Është e pashmangshme. Unë nuk mund të largoj atë nga dhuntit e ti të urgjencës. Mongqi, eje me mua, voglush. Juhu! Mënyra për të patur jehonën e madhe është të mbledhësh gjithë energjinë në trupin tënd dhe ta çlirosh atë një herë të vetëm në shpërthim. Dhe tani provoje vetë. Energjia që të duhet vjen nga thellësia poshtë. A je gati? Nuk mund ta kontrollosh më shumë veten. Si bëj? Është huna ime e madhe, por ishte më e fortë ajo që doja të bëja unë. Të thash të përqendrohesh e poshtë në thellësi, po jo aq poshtë. Provoj përsëri. Pasi të marrësh frym, çoje ajrin poshtë në kërthis. Në rregull. Tani bëu gati dhe për ti të atje sa më fort të mundesh. Andua! Çfarë po bën djalë? Nuk të thash të bërtisje emrin nga ngdos. Provoj përsëri tani. Mridhe vetë, thash. Gati me ullurimin. Zire të gjithë jashtë. Nuk mund të bësh që në fillim voglush, por deri atëherë bëj vetëm pritme në qiell. Vazhdo, praktiko.
Gjysi, mirë, griu. Ha? Po çfarë ka që vërtet gjithë ditën e ditës ai? Kam përtitur gjithë ditën dhe tani as nuk flas dot. Jam një budalla. Pusho, po mundojmë të flet drejqisht. Hej, ajo është bicikleta ime. Hej, çfarë po bën ajo me bicikletën time? Hej, nuk është në rregull kur e mban. Ktheje! Bicikletës do pijem që të dy. Apo më të gjën. Më të gjën apo jo? Unë duhet të shkoj patjetër në akra, të lutem, Onçi. Nuk mundem, jo. Gjysim do zemëroj. Gjysi mund të zemërohet. Të them të drejtë nuk e di dhe sa mund të duroj. Në rregull, atëherë do të çoj atje, po pastaj do kthehem në shtëpi dhe vetëm kaq do të bëj. Vërtet? Faleminderit, Monçi. Marrë të Wow! Tak! Hej, do jemi ullur pas 1 minute në tok. Është tok! Po, tani e shoh. Drejt! Opo! Do dilje shkëlqye, po!
Ti morën, duhet të marrësh një mësim se si të gjuash. Duhet i kishe gjuajtur me një goditje të vetme, nuk e di se sa kushton një plumb. Dhe tani, nisu! Ishte shumë e frikshme. A mund të më thuash kush je ti? Unë? Qfar? Kush jam unë? Në qofë se ti më pyet se kush jam unë? Hey, më lejoni t'ju a prezentoj. Mund të jetë një general nga Gjemjas? Jo, ai nuk është. General nga Akra? Jo, nuk besoj. Mes nesh është një legjende vjetër sa vetë natyra. Një diell që shkëlqen dhe që nuk përëndon kur. Mjaft fole tani. Jam Bultako! Bultako! Bultako? Po ti që nga njeriu më ignorant në botë. Unë nuk jam ignorant. Unë thjesht bëj para në çdo mënyrë të mundshme voglushe. Tani, merreni. Ej, shef, më falë, pa mos duhet ta lëm djalin të shtrinë këtu? Lëreni vetëm më mirë. Do të jetë duke parë ndonjë gjë poshtë në tokë. Ti do më sjellësh para. Është mirë të kontrolloj një herë, apo jo? Hej, Mollën, çfarë gjete? Shejtani vogël, nuk e mendon fare se mund të të vras? Kujton se do të kursej jetën vetëm se je fëmijë? Të këshilloj të bëhesh gati për çekitin tim. Ai po macaron nervat e mia. Tani, sklavi tjetër është vezullues. Vajza më e zgjuar dhe më e bukur në botë është këtu, për të bërë sklavja juaj. Është popular. Është e sigurt që ajo është princesa, apo jo? Po shkoj atje që ta marr më një herë. Mos lëviz. Në këto lloj luftimesh është ndaluar të tërheqësh vëmendjen, më dëgjove. Dhe tani, fillojmë me çmimin prej 3 milion argjend. Nuk ka problem. Unë them 3.100.000. 3 milionë gjysëm! 5 milion! 5 milion është çmimi kësaj sklaveje. 5 milion vërtet. 10 milion. Prit, po i shtoj 10 milionëve. 10 milion argjend je njëri vërtet me shije. Edhe 10.000 plus 10 milionëve. 20 milion. 10.000 plus 20 milionëve. 30 milion. 10.000 plus 30 milionëve. 40 milion. 10.000 plus 20 milionëve. Po, është fiks 20 milion plus 10.000. Urime, zotri, fitove trofeu. Mund të shkojmë tani zonjush? Më falë, zotri, i keni paratë e mia? Çfarë? Paratë e mia? Po, ashtu është. Hey! Kapeni atë
se po shkondi! Nxito! Vet, nxito! Hej, ti! Jako ja! Përtite, shejtani vogël! Si drejti guxon të ikish pa më paguar? Është ari pastër. Flori? Ma kthe shpejt, më ka dhënë dhurat ankduja. O, vërtet, po ku e gjeti ajo? Ankduja e gjeti në ujë, është e imja. Në cilin ujë? Në ujë e qytetit tim. Po, dhe ti duhet të flasësh me mua. Sigurisht. Pra, kur të gjejmë Floridin, ti kërkon nga unë që të të ndihmoj të kthesh në perandorin Akras, qartë? Më pëlqen këtu. E po, për mua është një punë me leverdi. Edhe për mua gjithashtu. Në rregull, por vetëm mos u tall me mua. Pra, mund të më tregosh në hartë se ku ndodhet? Dhe tani, le të fillojmë. Ky është qyteti im. Prekëtej duhet të kthehemi ngadalë në të majt, pastaj të shkosh në të djathtë. Në këtë vendin këtu ka shumë peshkaqen. Dhe këtu lart në breg është një vend shumë interesant. Pra, Floridi është atje? Ky është një vend shumë i rrezikshëm. Uji ka shumë varbulla. Duhet të jesh shumë i kujdesshëm në qoftë se e sjell anien tënde këtu. Kalo këtu, pastaj shko poshtë. Vazhdo të shkosh poshtë. Është fiks këtu. Më në fund. Po, tu peshkon gjyshim. Është sporti i ti preferuar. Pyet gjyshin tim për aret. Ti! Sidoqoftë, ti je i sigurt që ari është atje, apo jo? Do më pëlqente të qëndroje, por e di që me si pret të vazhdosh rrugën tënde, prandaj zbrit poshtë shkallëve. Po, duke përdorur avionin mund të nisemi për në perandorin e Akras nëse në mëngjes. Prit një minutë. Çfarë ka? Ai është avion privat i Bultakos, prandaj më mirë t'ju gjej një fluturim më të shpejtë. Vërtet? E njoh të avion. Mos është. Ka kaluar kohë e gjatë, princesha ime poplar. Muskan, pse ka ardhur ti këtu? Bulta
Drago, nuk të mjaftoj Floririm, por më shitet e këta qener? Më dorëzove të këtë tradhtari? Bota e biznesit sillet rreth parave, mos e merr kaq personale. Kjo është jeta. Shoqërojeni princeshën në anije me një herë. Jo, më lërë! Mos e lini të ikë, ndalojeni me një herë. Është vetvrasje. Merreni dhe atë djalë. Nuk do të shpëtosh me kaq, më lërë të shkoj. Faleminderit shumë. Kamarin! Unë jam me të vërtet genial. E dini, unë ju respektoj shumë, shef. Dhe tani, me këtë do të marr pjesën tjetër të Floririt. Dhe ky do ishte zogu i dytë i vrarë me një gur të vetëm. Ai zog i mrekullueshëm ka marrë 2 vezë të arta. Muskan, mund të më thuash pse janë ushtarët këtu? Antarët e bashkësisë kanë filluar luftën. Çfarë luftë? Çojeni me një herë djalin në burg. Më lërë të shkoj, po plandim! O, i shkriti mongë. Tani ju lutem ejani me mua. Lëshoj mongë që të urdhëroj. Mirë se erdhe, princesh. Mos më jep mirëseardhjen tënde të biznesit të idioti dreqit. Më thuaj kush baba im. Në këtë moment, pamja e perandorisë së Xhemias është në rënje. Në natyrë, për të bërë një popullsi, duhet sakrifikohet në një deg. Sakrifica e mbretit në interes të perandorisë së Xhemias do të kujtohet në histori për gjithmonë. Siç e shikon, ky është fati i tij. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë i ke bërë babai tim? Mos u shqetëso shumë, princesh. Mbreti është gjallë dhe është shumë mirë. Në qoftë se më ndihmon, premtoj se asgjë nuk do t'i ndodhë atij. Të jap besën time. Vërtet mendon se jam kaq budallaqe? Nuk do të luftoj kurrë për atë. Në qoftë se do të shpëtosh babain tënd, duhet patjetër të ndryshosh mendjen. Muskan. Urdhëro, zotëri. Shoqëroje me kujdes princeshën. Nuk do të shpëtosh kurrë nga kjo. Më lësho të thash. Ulu aty poshtë, vajzë e keqe. Të gjithë kujtojnë tashmë se mbreti dhe princesha kanë vdekur. E çfarë do të thotë kjo? Do të më vrasësh pastaj? Në qoftë se ti do të jetosh, duhet të bashkëpunosh. Ne do të lëm kohën e dur deri nesër në mbrëmje që të marrësh një vendim. Natën e mirë. Baba, më thuaj çfarë të bëj. Ju siguroj, zotëri, se nuk do zgjasë shumë. Vërtet, kur është fjala për babain e saj, princesha do të bënte gjithçka. Prandaj këngul që ta mbash në të vëzhgim të rrept. Dhe unë kam lajme akoma më të mira. Më kanë raportuar se dikush është dëshmitari i Jehonës së Madhe. Kjo do t'jetë më e lehtë nga çepandeja. Plaku nuk ka vdekur akoma. Besoj se kjo është një hartë që na tregon se ku mund ta gjejmë.
pse e qëllon Kecin, ë? Nuk ishte fajti. Dikta, është princesha Poplar. Ajo është fajtorja për gjitha të lashet e mia. Dakor, do të ta kthej Mongqin, daj të lutem mjaft. E po mirë mëngjesit gjithëve. A mund të më thoni se kush është gjyshi i Mongçit? Një djalë i vogël që quhet Mongçi më tha ti sillja të fala gjyshit ti. Mongçi? Mos thëjë Mongçi? Më thuaj ku është? Më thuaj tani. Më thuaj i voglushe, ku mund të ndodhet tani gjyshi i Mongçit në këto moment? Nga një ti Mongçi. Mos je gje gjyshi i Mongçit, gëzohem shumë që të njoha. Po mirë, më thuaj, kush je ti? Do thua unë? Emri im është Bultako. Dhe po kujdesem për Mongçin. Ai më dha këtë letër për ty që ta lexosh. Të lutem jepja të gjithë Floririn Bultakos, njeriu më të ikër dhe ignorant, por pasi ta keni për ulur. Më falni, jeni sigurt që e ka shkruar Mongçi këtë? Po sigurisht, firma e tij duhet të jetë patjetër e shënuar aty. Nuk më besohet. Si është Mongçi? Mirë është? Për mrekulli, sigurisht. Pra, kush Mongçi? Përse nuk erdhi me ty? Të vinte me mua. Më lërë të mendohem. Mongçi është shumë i zënë me një princesh shumë të bukur që quhet Poplar. Mongçi me Poplar? Po, më kuptove shumë mirë besoj. Djali është i dashuruar koke këm me princeshën. Ai tani ka sy vetëm për të dhe ka harruar pjesën tjetër të botës. Po të isha si ju, unë do ta harroja. E po shpresoj që ta kuptoni mirë që nuk është fajim. Dakor, do të ta jap. Si do qoftë nuk duhet i tërgosh njeriu për Floririn. Kuptove? Mos ki merak. Buzët e mia janë të kyçura. Pastaj kujt mund t'ja tregoj këtë gjë? Çfarë ishte ajo zhurmë? Ç'ishte kjo ide për të më rrahur? Kjo ndonjë problem? Do dhe ndonjë tjetër nga mua? Kujdes ju! Kontrollo çdo hapësirë dhe në qoftë se ka ndonjë gjë dyshim, më raportohu menjëherë. Voglushe, ri akoma. Voglushe, ktheu këtu shpejt, po them, ktheu këtu! S'më besohet që vrave voglushen time, Kecin tim të vogël. Voglushe, ktheu këtu tani, po të them. Më kthej voglushen time tani.
voglushe! Shtriu në tokë! Jehona e madhe, ndoshta tani mungu është kthyer. Sa kohë mendon se ka kaluar, Plakush? O Zot, është mungu. Nuk më besohet, po që nge me të vërtet ti. Je fshehur shumë mirë, por tani është koha që ti të më japësh kristalin mua. Asni asun nuk duhet të mbajmë kristalin, a I nuk është yni. Çdo gjë që I përket ai di ta mbroj, por tani kristali do të më përkas mua. Ti e di që kristali mistershëm mund të shkaktoj dëme në qoftë se nuk mbahet si duhet. Por unë di gjithashtu se kristali do të marris fuqinë e Jehonës së Madhe 100 herë. Tani ma jep mua atë. Është shumë vonë, nuk mundem, nuk është më. Çfarë the? Do të bëj ty të ikësh! Mos! Nuk është vonë, më jep kristalin dhe do të ikësh. Atëherë s'po më lë zgjidhje tjetër. Mongçi ka kristalin tani. Angdu! Çfarë më the për Mongçin ti, voglushe? Mongçi. Kush është Mongçi? E mora vesh. Plakushi e pas ka dhënë që të mos e kem unë. Atëherë unë s'kam më nevojë për Plakushin. Gjysh, a je mirë? Më lëshoni! Muskan! Urdhëro, zotri. Më gjej djalin që quhet Mongçi. Si urdhron? Pasi ta kem gjetur, bota do t'jetë e imja. Akoma gjallë qenë ke? Sinqerisht qenë ke më I vështirë nga që mendoja unë. Mongun, duhet të ndalojmë atë përbindësh. Hej, Robo, ky nuk është problemi im. Ari është problemi im. Mendoj se është hajduti më I madh në botë, edhe më I madh se unë, por ja që ndodh. Por princesh, përse po e dorëzoni Fronin kaq papritur? Çfarë po ndodh kështu? Ti je trashëgimtarja e ligjshme e Fronit. Më falni, zotri, si mund t'jeni kaq I pandjeshëm? Princesha sapo ju tha që është shumë e tronditur për të vepruar vërtet normalisht. Por përse po ja dorëzoni Fronin kryeministrit Munk? Nuk e kuptoj. Jam dakord, princesh, prisni pak që ta mendoj më mirë. Jam I sigurt se babai jot, mbreti, do të jetë në një mendje me ne. Ka të drejtë, princesh. Mjaft ju lutem me këshillat tuaja, seanca juaj mbaroi. Roje, shoqëroni jashtë princeshën. Princeshas duhet ketë stres, edhe kur I flisni ju. Ceremonia e kurorëzimit do të mbahet pas 15 ditësh që nga dita e sotme, ditën e hënës së plot. Këm ngulim që të gjithë senatorët të bashkëpunojnë me planet e madhërisë së tij. Ja ku është, zotri. Oh, më falni, madhëria juaj. Urimet e mia. Urimet e tua janë të parakoshme. Është shumë shpejt për të qenë plotësisht të sigurt, kuptove? Si urdhron? S'ka dështime. Më thuaj si po ju shkon puna me atë Mongçin. Po e kërkoj madhëri, por nuk ka asnjë gjurmë të tij që nga hera e parë që ne e ndeshëm atë. Do ta gjejmë. Ai zakonisht përdor vetëm njërin prej çekiçeve. Mongçi. Duhet ta gjeni me çdo mënyrë. Përpara ceremonisë së kurorëzimit. Madhëria ime, çfarë më urdhëroni të bëj me mbretin Waldo dhe princeshën?
Sa po të mbaroj ceremonia, duhet i vrasësh të gjithë ata, edhe të gjithë të tjerët që ne kapëm. Mongci, zgjo. Kush je ti? Fol me zë të ullët. Poplar, që nga ti? Shht, mere këtë, Mongci. Që nga të këti? Shht, fol me zë të ullët. Poplar, nuk e kuptoj. Po ti si hyre këtu brenda? Nuk kemi shumë ko. Eja, doj të dalim prej këtej sa më shpejt. General dhe abordar, merrni pozicionet tuaja. Në mos lejojë ta sinjerit e ju apo të dalë nga qyteti. Përsëris, general dhe abordar, merrni pozicionet tuaja. Munku do të bëhet mbreti, do të filloj prapë luftën. Të lutem, shko në perandorinë e Akrës edhe kërkon ndihmë. Më kuptove se çfarë të thash? Nuk do të vish me mua? Jo, sepse po të shkojmë bashkë do të na kapnin të dyve. Nuk është e rrezikshme për ty të jesh vetëm? Munku nuk do arrit të më bëj asgjë derisa të marr kurorën e tij. Diçka po ndodh. Hej, është Mongci! Hej, ju të gjithë është Mongci, të gjani! Shkon, Mongci! Hej, gëzojmë vërtet që të shohan këtu. Ta më thuaj, po ju çfarë bëni këtu brenda? Mongci! Çfarë ndodhi zotëri? Si jeni futur aty? Mongci, shpejt nxito. Prit një minutë, komshinjtë mi janë këtu brenda në burg dhe unë nuk mund të la ata vetëm. Ajo është kaktare e vërtet i gjithë kësaj. Nxito, shpejt. Andu! Eja, Mongci. Mongci, mos u bëj merak për ne. Duhet jam bazër që këtej. Po qëndrohemi të të vras. Në qëse nuk shkojmë në perandorinë e Akrës për para ceremonisë, edhe fqinjit e tu do të jenë në rrezik. Asnjë nuk do mundet dot të shpëtoj, më dëgjon. Si ishte kjo? Edhe fqinjit e mi? Poplar! Nuk ka problem, jam mirë. Merre, tregoja këtë unas mbretit të perandorisë së Akrës dhe kërkoj ndihmë. Ceremonia e kurorzimit do të jetë 1 javë nga sot, ditën e hënës së plot. Po vina. Nxito, nuk duhet të të kapin. Shpejt, ik prej këtej. Ik para se të jetë shumë vonë. Poplar, të premtoj që do të kthehem. Të lutem ke kujdes. Dal, që nga princesha. Ndaloni aty, që të gjithë ju. Respektoj pozicionin tuaj, madhëria juaj, por kemi urdhra, qëndron brapa. Po sigur ta refuzoj kërkesën tuaj? Çfarë kupton se e duke bërë? Këta burra kanë urdhër të rreth nga komandanti i lartë dhe tani shoqëroni princeshën. Lëvizni! Pa çfat, Mongci. Nga cila rrugë? Po provoj këtë një herë. Çe ke gjim? A ndihet rehat, Mongci? Që dorën nga unë, që do të frem, të lutem më kujdes. E nga dorën.
Përpara se sa të shkojmë tutje, shiko poshtë, po vazhdove të lëvizësh, kështu do të bijem të dy dhe do të vdesim. Bultako, unë ta di se ku do më shesësh tani, a? Po, vazhdo të dërdëllisësh edhe më ndiq. Mendon se të mund të ma hedhësh prap? E po unë nuk jam aq budalla sa mendon ti. O, Zot, o, sa shumë kjo problem. O, Zot, ishte një shkelmi fort. Ti ke shumë energji si fëmijë i vogël ti je. A e di këtë? Çfarë dreqi ndodhi? Me sa duket princesha ka lënë t'ja mbasin të burgosurit. Çdo të thuash, këndimoj. Është një fëmijë që quhet Mongçi. Mongçi? Çfarë? Mongçi? Është ai djali që po kërkojmë. Ja pse emri i tij më duke i dëgjuar. Sa idiot! Si mund të lejosh në të humbasi nga obori një kopil i rëmbyer? Budalla! Duhet ta kapim me çdo kush nëse s'doni vdekjen tuaj të menjëhershme. Tani më dëgjova Glush. S'kemi zgjidhje tjetër. Hiru! Qishta e shur, atje, shikoni atje. Kjo është rruga për në perandorinë e Akrës? Përpara se të shkosh atje, duhet të takosh dikë. Gjysi! 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 O, Mongçi! Gjysi! O, Glush! Gjysi! Ti jo ti dreqit, çfarë do të thuash me këtë? Si mund të ta humbisnit atë fëmijë? Më falni, ne po kontrollojmë të gjitha vijat e Bregdetit të Ishullit. Do kem një raport për ju së shpejti. Pra si që shikon gjysh, ja pse duhet të shkoja në perandorinë e Akrës dhe të kërkoja për ndihmë. Ka diçka që duhet të bësh këtu. Por në qoftë se nuk shkoj të kërkoj ndihmë, të gjithë fqinjetanë do janë në rrezik. Ma je po nazën mua, Mongçi. Merre. Jo. Dëgjo këtu. E kupton që perëndoria Gjemjas patjetër do të kërkojë ndihmën tënde. Duhet i kem gjithë parat e tyre. Dakord, do ta bëj. Ai më shiti një herë përpara. Nuk mund t'i besojmë Bultakos. Mos u shqetëso fare, vëglushim. Ti tani duhet përgatitesh patjetër për të servitur. Një trup dhe mendje fort janë bazat për një hap të madhe. Tani nuk mund t'i jesh një armik i fort për mungun. Do të kesh një mundësi kundër ti, edhe si kur ti jesh me i topët se mungu. Por, duhet të sulmosh më shpejt dhe më fort se shbënë i. Mungu për kohësh kërkon një për kristaleve. Që dhe qoftë ti nuk duhet të lejosh kur ta ketë. Pasohet në qoftë se ai do ta ketë kristalin me vete do t'jenë shumë të tmerrshme. Por çfarë ka të veçantë ky kristal? Ku është? Mja për sot, shko të flesh tani. Nesër do vazhdojmë të servitemi përsëri.
Atëherë shikoj u I varet këtu mbrapa nga vendi ku po rriun. Shikoj. Jo, nuk mundem. E pa atëherë kot që po vazhdojmë. Do të ndaloj tani. Hej! Po zotri! Duhet që të bëni një kontroll të imët në këtë zonë. Shikoni dhe atje sipër. Hej, pjakush! Gjysh. Momçi, Ja mund këtu gjyshi, unë jam këtu për ty. ai që mungus mund të ketë kur është kristali. Gjysh. Gjysh mos më lër. Nesër është dita. Në përputhje me ligjin e perandërisë të Xhemjes dhe me vendimin e dhomës së Senatit, unë, trashëgimtarja e lishme e Fronit, emëroj këtu kryeministrin Mung që të bëhet mbreti I ri I perandërisë së Xhemjes. Shpejt, mbroni mbretin me jetën tuaj. Shiko! Bultako! Dhe kush dreqin është ai? Zotri, është një bandit që quhet Bultako. Bandit? Që tani më thirr Bultako piloti I armëve. Dile shiko pak jashtë dritares. Këto trupa janë nga perandoria e Akrës. Ja dolem në fund, Mongci. Trupat e armikut po mundohen të na pushtojnë, por ju mos keni frikë. Sotun, mbreti Mung do ta ndërshkoj armikun ton, perandorinë e Akrës që vrau sundimtarin dhe mbretin ton. Zëri në qoftë se beson në atë që thua Mung. Populli perandorisë së Xhemjas, forcat e perandorisë së Akrës kanë ardhur këtu për të na dhënë ndihmë dhe tradhtarët e vërtet janë këta. Madhëria juaj.
Kundërshtar të perandorisë së Xhemias, arrestoni Munkun, tradhtarin. Pra do të luftosh me mua? Muskan, duhet që losh mbi të gjithë. Sulmoni me njëherë! Në qoftë të lufton me mua, sigurisht që do vdesësh. Retualdo, ti do t'jesh viktima ime e parë në këtë betejë. Mongqi, më në fund e gjete rrugën. Ti e trim, për nuk je i aftë për të ndeshur. Çfarë dreqin po bëni tani? Sulmoni ata! Ej, ti çunak, do të tregoj fuqinë e vërtetë të Jaonës së Madhe. I gjeta, jam këtu poshtë! Shko, shpejt! Shpejt! Ai jest Mongci! Ja ku jemi ball për ball, Mongqi. Munk, ti armiku I gjyshit tim! Ti je shumë I ri për të patur besimin e gjyshit tënd. Mbyll atë gojën tënde të madhe! Vetëm kaq fuqi ke, ka për të qenë shumë e lehtë për mua. Ai është shumë I fuqishëm! Ha pra, e përdore të gjithë energjinë tënde që tani. Më jep kristalin misterioz e do të lë të ikësh. O jo, Munk, nuk kemi mbaruar akoma! Në qoftë se nuk më dorëzon kristalin, të premtoj se do të pendohesh për këtë gjë. S'është nevoja të pyesesh atë, të gënjeva që parë, por vetëm sepse doja të shpëtoja gjyshin! E shoh që është e pamundur të arsyetosh me të. Po tani do më akoma? S'muta kesh kristalin! Me sa po shoh, dashke të ndërshkohesh akoma. I forti e zotron të doptin. Ky është ligji I kësaj bote. Akoma nuk e kupton. Duhet të mbrojë të doptin! Tani është koha! Ishte e madhe, Mongqi.
Të edhesh veten edhe të sulmosh liksin time është e madhërishme për një fëmijë. Ti e di që s'mund të të lëtë ikësh sepse do të më shkaktosh shumë telashe në të ardhmen. Tani, bëu gati. Jo, nuk mund të lëviz. Ndim gjyshi. Monku s'do ta ketë kur kristalin. Është kristali? Kristali? E gjeta më në fund. Prit një minut, pra jo është varsa e gjyshit tim. Zot jo, fuqia e kristalit. Po më refuzon! Të ju vras të gjithve! Që ishte mung, unë nuk kam për të falur asnjëherë ty. Jo! Gjyshi! Për shlirimin e perandorisë së Xhemiat dhe për trimërinë e treguar ndaj kurorës, shpall Mongqin, Bultagon dhe njerëzit e tij herojnë tanë të vërtet. Keni vendin e nderit, ndaj ju mirëpresim. Perandoria e Xhemias do ta kujtoj guximin tuaj për shumë kohë. Shumë i lezetshëm. Kush unë? Kush kujton se është një princeshë që luan me Mongqin? Hej, vajz, ti moj, Mongqi është i dashurim, more vesh apo jo? Don't know where you came from on that dark and troubled night. You were there to save my soul. Now I see the future and everything's alright. Your friendship's worth more than gold. You are my hero. You're my best friend. And the way I feel for you will never end. So take my hand and show me how to fly. My hero, let's touch the sky. Sometimes the world seems hopeless and it's hard to see the light. Storm clouds are closing in, but when you stand beside me, you're like a shining light. Your strength